Puna online tashmë është një nga punët që kërkohet më shumë nga të gjithë, sidomos nga rinia. Për shkak të komoditetit dhe oraret që mund t'i zgjedhim si të duam ne. Por dhe ambienti punës që mund të ndryshojë në bazë të ditës, një ditë mund të jetë në shtëpi, një ditë mund të jetë në kafe ose diku tjetër. Madje edhe në plazh në pushimet e verës. Në këtë video këtu ju kam treguar se cilat janë platformat ku mund të aplikoni dhe ku mund të punoni online. Nëse nuk e ke parë dhe të intereson puna online, klikoje sepse të jep një ndihmë shumë të madhe. Dhe siç kam thënë vetë, unë personalisht kam përdorur Fiverr për punën online. Aty kam gjetur të gjithë klientët e mi. Të cilat janë gjatë që duhet të bëjmë për të gjetur klient më shpejt dhe klient që janë të gatshëm të paguajnë më shumë lek. E si mund të jemi ne freelancerat e parë që dalim në një faqe kur një klient kërkon për dikë që ta punsoj. Sot do t'ju tregoj pikërisht çfarë të bëni që të gjeni punë më shpejt online. Fillojmë direkt me pikën e parë që është kualiteti i punës tonë. Pra, nëse duam klient që janë të gatshëm të pagojnë shumë lek dhe nëse duam klient që të punojnë me ne për një kohë të gjatë, pra në afatgjatësi dhe jo për një projekt dhe boll, atëherë puna jon duhet të ketë një kualitet të mirë për ta. Që do të thotë nuk duhet të themi asnjëherë që kam arritur maksimumin, sepse maksimumi dhe perfeksioni nuk mbaron kurrë. Duhet të mundohemi gjithmonë të rrisim kualitetin e punës tonë. Për shembull, marrim rastin e videove. Nëse videot ecin shumë mirë, i editojmë në një mënyrë dhe puna ecën, nuk duhet të mjaftohemi me aq, por investimi në pajisje të tjera si kamerë, objektiv, mikrofon e të tjerë dhe ndryshimi i stilit të editimit, përmirësimi i stilit të editimit bën një ndryshim shumë të madh në punë. Në këtë mënyrë ti i tregon klientëve online që di të ndryshosh dhe di të organizohesh sa më mirë në bazë të nevojave të tyre dhe nevojave të tregut. 2. Çmime konkurruese. Është e vërtetë që duhet të mbajmë çmime të ulta që të konkurrojmë pikërisht konkurrencën në websajte si Fiverr, Upwork e të tjerë. Por ka një kleçk. Marr si gjithmonë rastin e editimit. Nëse një editim në Fiverr mund ta gjeni për $5, për $10, për $50 ose për $100, nuk është e thënë që klienti do zgjedhë gjithmonë atë me $5, sepse edhe vet klienti e di që cilësia dhe kualiteti paguhet më shumë. Pra nëse ai pagon $5 për një editim, e di shumë mirë që kualiteti dhe cilësia që do të marrim mbrapsht është kualiteti për $5 që ka paguar. Dhe nëse normalisht paguan një person tjetër $100, ai e di që me atë video nuk do të ketë asnjë kundërshtim, sepse po paguan shumë dhe e di që do të marrë një kualitet të mirë dhe një produkt gati për publikim. Pra çmimi nuk duhet të jetë gjithmonë më i ulti, por duhet të jetë në mes, le të themi. Normalisht nëse sapo kemi filluar çmimi i ulët tregon që ne jemi fillestar dhe që duam të kapim klient. Por sa më shumë klient kapim, sa më shumë rrisim kualitetin ton, normalisht kërkojmë klient që paguajnë më shumë dhe që kërkojnë një cilësi më të lartë. Në këtë mënyrë rrisim fitimet dhe ulim numrin e klientëve dhe numrin e punës. Me fjalë të tjera, punojmë më pak dhe fitojmë më shumë. Shikoni për shembull gjithmonë konkurrencën në Fiverr, por mos u bazoni shumë te çmimet e indianëve, sepse më besoni që shumë klient nuk i zgjedhin fare. Pika e tretë, punët e para mund t'i bëni falas. Çfarë do thotë kjo? Normalisht jo në Fiverr sepse sidoqë të jetë duhet të paguhesh. Por për shembull do të sjell dy raste. Rasti i parë në qytetin tuaj. Për shembull, unë jetoj në Tiranë dhe një biznes ka nevojë për një video. Unë mund t'i ikit ai biznes dhe t'i ofroj një nga videot e mia falas për ta provuar dhe nëse atij i pëlqen, më vonë i ofroj paketën time të videove në bazë të çmimeve të ndryshme dhe në bazë të preferencave dhe nevojave që ai ka. Në këtë mënyrë me klientin krijoj besueshmëri dhe ai vet praktikisht provon kualitetin e produktit që unë i shes. Rasti i dytë në Fiverr, nëse një klient ju kërkon 5 video, ju mund t'i bëni që ai të paguajë 3 ose 4 dhe 1 ose 2 t'i jepni dhuratë. E njëjta gjë edhe këtu. Rrit besueshmërinë dhe krijon një lidhje më të fortë me atë klient që ta kesh në afatgjatësi. 4. Historik i mirë i punës tonë. Mund ta themi ndryshe dhe review të ndryshme që klientët lënë për ne. Komunikimi duhet të jetë perfekt. Puna duhet të dorëzohet në oraret dhe në deadline-et e caktuara dhe të ketë kërkesa që bëri klienti. Në punën e freelancerit, review-ja dhe historiku i punës ose portfolio është gjë më e rëndësishme që keni. Është arma juaj më e fortë. Prandaj shfrytëzojeni mirë. Mos e bëni sa për të thënë sepse më vonë do ju prishi shumë punë. Investoni kohë te kjo gjë. 5. Në rastin e platformave si Fiverr, Upwork ose të tjera, është mirë që faqja jon, pra gigu, shërbimi që ne japim, të updatetohet 1 ose 2 herë në javë. Çfarë dua të them me këtë? Duke updateuar, platforma kupton që ti po e merr seriozisht këtë punë dhe në të njëjtën mënyrë platforma do të sponsorizojë më shumë ty, pra do të nxjerrë rezultatet e para, sepse e shikon që ti po e merr seriozisht
Dhe normalisht nëse dikush e merr seriozisht, sjell dhe fitime për veten tënde, por normalisht edhe për platformën që merr përqindjen e saj. Pra ndryshimi i çmimeve, ndryshimi i coverit të Geekut, një ndryshim i vogël i description, thjesht ndryshime shumë të vogla që ta bëjnë algoritmin e platformës të kuptojë që ju po e merrni seriozisht këtë gjë. Dhe nuk është thjesht sa për të kaluar radhën. Pastaj në momentin që nuk jeni më fillestar, update-et mund t'i lini edhe një herë në muaj ose një herë në 2 muaj, nuk ka shumë rëndësi. Por në fillim bëjeni. E gjashta, fole për çmimet, pra të shikojmë konkurrencën dhe çmimet që ata ofrojnë. Marrim 3 çmime të ndryshme, çmimi $5 për video, çmimi $20 për video dhe çmimi $50 për video. Ti këto zgjidhje. $5 nuk mendoj se do e zgjidhe, sepse do mendoje që është shumë e lirë dhe kualiteti që do t'japi nuk është daj shumë. $50 nga ana tjetër mendojnë që është shumë, kështu që ti zgjedh $20. Rregulli i 3 silolapsave i marketingut. Praktikisht, nëse ti ke një silolaps që bën $1, një që bën $2 dhe do të shesësh atë që bën $2, do nxjerrësh një të tretë që bën 5, që klientët të mendojnë, ai që është 5 kushton shumë, do blej atë që është 2 dhe ti shite produktin që do. Pra zgjidh një çmim të mesëm që është çmimi që ti fokusosh më shumë. Mos e tepro shumë me çmimet, por mos rridhe shumë ulët, sepse në këtë rast i thua klientit që unë nuk blej shumë. 7. Të rrisim her pas here kualitetin e punës. Siç thash, nëse kjo do të jetë puna jon si freelancer, duhet të investojmë në pajisjet që ne kemi. Marr rastin tim, videot e para që regjistroja dhe hidhja në TikTok ishin të regjistruar me një iPhone 14 Pro. Në momentin që e pash që kisha fitime dhe puna po shkonte shumë mirë, investova në një kamerë, pra Sony ZV-10. Pak muaj më vonë doja akoma kualitet më të lartë, doja të rrisja akoma cilësinë e videove ose produktit që unë ofroja. Pra bleva një objektiv të ri. Më pas mikrofona, cilësia e videos arriti me të vërtet shumë mirë. Investova në një studio të re, investova në një aparat të ri, objektiva të ri, mikrofona të tjerë, drita të mëdha. Nëse nuk investon, normalisht nuk do rrisësh kur fitimin tënd, por do rrish në vend. Nuk thon kot. Nëse do të bësh lek, duhet të harxhosh lek. Kështu që edhe këtë mbajeni më të mirë. Dhe 8 dhe e fundit, komunikimi me klientin. Platforma si Fiverr dhe Upwork momentalisht pozicionojnë shumë tek pjesa e komunikimit. Mundojnë gjithmonë që freelanceri të ofrojë një komunikim sa më perfekt me klientin. Ti mund të bësh punën më të mirë të mundshme, mund të marrësh 5 syje kudo. Nëse komunikimi jot nuk është i mirë, atëherë Fiverr vet tool rating. Ti e kupton këtë gjë në bazë të algoritmit dhe inteligjencës artificiale të implementuar tashmë në çdo platformë. Shikojnë mesazhet dhe kuptohet nëse ti po ofron një komunikim të mirë me klientin. Jo vetëm çmimi është kaq, faleminderit, ky është produkti, mirupafshim. Por të krijosh pak një lidhje pak më të afërt me të. Në këtë mënyrë, jo vetëm platforma si Fiverr, por edhe klienti do të jetë më i lumtur me ty. Dhe nëse do i duhet diçka prap, do kthehet te ty, nuk do shkoj te dikush tjetër. Kto ishin këshillat e mia për të filluar, për të punuar online dhe për të rritur standardin sa më shumë, normalisht për të rritur dhe të ardhurat. Presoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Nëse po, do më ndihmoni shumë me një like dhe një subscribe në kanal. Dhe nëse doni të dini diçka tjetër për punën online, për pjesën e video making, pjesën e editimit, çdo gjë tjetër teknologjike, shkruani këtu poshtë në komente sepse mund të bëj një video tjetër për të. Ne shihemi në videon e radhës.